muna mja dalë edhe në këtë situatë që jem me gjithë dikon që duher. Më ka ndodhë rast që është shumë cringe që tash në thonë, amo më kanë krahasu me diçka që s'duhet. Mu vesh pak ma elegant se që tash kur po i shohën nxënësat edhe të rejat, kodin e veshjes se kanë jo të mirë. Shumë famous e famshme, vape me pi, cigare. Nga jashtë tash e shohin me TikTok e Instagram e jo Snap, ja, kjo e shohin vloggerë që apo bojnë, do mu bojnë. Mirës. Kom nog eens masker på bia? Jo, Je pas spion, hè? e ardhme këtu. Orden, ik ga je Unë jetoj në Pej, po babi e mami në arti fshatit. Fshatit. A filloi marrë qytetarët më? Shtator? Po mëra pse u më duket tash u heka ja ku As ka më si fare dallim. zbesoj. Se më herët ka qenë. Dashta, po, ba herët po, amo tash ja, zbesoj. Andërgon, në çka merresh? Apo në? Unë jam mësuese gjuhës anglisë dhe gjuhës gjermane. Perfekt. Që sa vite vetë punë bën? Që 8 vjet e gjys tash, bëhet shtator. Po ja shumë. A e para herë? So kjo puna ka bën thonë që më lart. Po, i ka pas edhe sidat e veta, po nuk ju më ndërzu. Edhe pse tash është ardhur koha pak ma e vështirë, dhe po nuk ju më ndërzu. Po, ka pas batica dhe zbatica, si çdo punë, mo jo nuk ju më ndërzu kur. Asnjëherë. Se e du me qef, e bëj me shumë pasion edhe nuk ju më ndërzu. Duket se do një jetën shumë. Shumë. Çka të bëj lumtur me çanti kështu një jetë. Njerëzit, energjia pozitive. Apo shkoj me dy fjalë. Jetën për ty. Si është jeta? Jeta për mu. Një prall me shumë gjëra. Me shumë gjëra. Që i bie në shumë dimensione. Po, Sa dim ta jetojmë këtë jetë? shumë pak. Nuk din me shiu më ndoket momentin edhe sene që ndodhin. Duhet me shiu ma shumë. Duhet me lonë anash atë energjinë negative që e kanë përfshi që tash. Për momentin stresi, ankthi i punës, i jetës, dinamikat e jetës. Qatë energjinë negative, ç'është duhet me lanë për në kalu një jetë pas stres? Jeta pas stres nuk është, po mendoj që ndoshta duhet me marrë jo me marrë që ka që me vrull, me hells që thojmë na, ma ka dole. E me të kalu. Ju jeni martuar? Jo, Jeni single? Reto kush? faleminderit. Sot, sa është problem me gjithë një fat jetës? Që shtuat kështu. Këtë kohën ku po jetojmë. Është pak problem. Është. Se ju mbo rrethi dhe njerëzit ju mbo të atil që ka hupe edhe pak besime të njerëzit. Është bo pak problem, amo besoj që muna mja dalë edhe në këtë situatë që jem me gjithë dikon që duher. A ka persona duhur për njerin për më thonë që ky është i banë për mua, ose është ai që ndroi unë atë princin. Besoj që ka, besoj. Po ende nuk ka ardhur koha dhe momenti, s'ka ardhur. Thonë të ka, që shqiptarët s'kar kismeti, Kismeti, s'ka ardhur, hala kismeti. Amo qatë rrugë jem. Ka të rrugë. A për ky pak atë princin, atë mashkullin ideal, si duhet me qenë për ty? Një i thjesht, punëtor, i respektueshëm, edhe pas ma shumë humor. Humor. Po, kaq. Po këtë gjelozit që i mbyri shumë të rritë, famëdimi ki. Uh, Ka gjelozia që në qiftë është shumë në mas të prume. nuk e di. Nuk e di, s'kam fjalë për, se ndoshta asuri se kom provuar, më s'kam fjalë. Nuk e di pse vjena nga vjena, cila kon arsyeja ose Sa gjelozoj njerë? vaj që e koncepton ti xhelozin ose njeriu që e koncepton. Ka shumë lloje xhelozisë. Nuk e di pse xhelozojnë. Ka shumë lloje. Se në disa raste nuk është që nuk duhet të gjelozojmë, se aty ku gjithë ka gjelozi. Edhe xhelozia e mirë është edhe ana e mirë e xhelozisë dhe ana e keqe e xhelozisë. Amo ndoket edhe po me xhelozinë e anës keqe. Cilat për shembull anës të keqe këtë fjallë? Paj më këtyra, më tha, të shkujti, pse të shkujti, u veshe, kështu. Mendoj unë.
kur jem këtë mes këtu, sa merr komplimente për gjinisma shkollore, shpesh. S'marrë edhe shumë. Marrë edhe po jo komplimente ç'ish duhet. Sa ka do komplimente më të çuditshme që i merr? Jam kurioz. Nuk më i me thonë. Gjithçka që është një kompliment që thu, pse për këtë kompliment, ose kjo çfarë ma thon? Rrjetet sociale, Ë? jonë për shembull që ta dërgojnë një pikë pyetje se që të thonë a bën me të vetë diçka. Amo kur ti shesh live ose kështu hezitojnë edhe me të fol. Nuk e di pse ky rast. Amo për mu për shembull, më ka ndodhur rast që është shumë cringe që tash e thon, amo më kanë krahasu me diçka që s'duhet. Është për të kesh ai krahasje? Jo, po mu më ka duk. Jeni e bonuzuar? Pak. Sa ka që kjo kështu për tokë, e? Jo, veç ku më thonë, pse kështu ta mu, jo. Duke se nuk e marrë nga xhamrës. Jo. Që thojnë na e kena shumë lerë. Çfarë personi shumë pozitiv. Faleminderit. Unë po du në fund një mesazh për gjithë ata të rejat, për ata që dëshirojnë një jetë me fillu të mirë, me pozitivitet, me karrierë suksesshme, edhe me pas një jetë personale të mirë edhe profesionale. Çka duhet sipas teje? Me jetu momentin. Vetëm kisha thonë shijore momentin dhe çfarë do që cill jeta mos mu dorëzu. Se çdo sen ka zgjidhje. Po vajza, një mesazh që kisha thënë në fund krejt? Shkollonu ma shumë edhe mu vesh pak ma elegance që tash ku po i shohën nxënësat edhe të rejat. Kodin e veshjes se kanë jo të mirë. Kjo po më pengon pak të vajzat shumë. Duhet mu vesh për shkollë, me etik, shkollës mu vesh mirë, edhe tash u bërë shumë famous e famshme, vape me pi, cigare, që to se janë të rinia e Kosovës edhe të sidomos të vajzat, po më pengojnë shumë. A më që trendin po i sjellin, po e marrin prej nga jashtë trendin apo i sjellin këtu? Po, nga jashtë se tash e shohin me TikTok e Instagram e jo Snapi, kjo e shohin vlogere që apo bojnë, do mu bo si vlogere tjera, po mendoj unë. Stari femre, shumë e fortë, me ta, ti kom ta ku kaq rrallë ta kojë kësi femre. Faleminderit shumë. Unë po të rojë suksese, në po të qoj që kima arrit shumë, tharë. Faleminderit shumë. Po presë shumë për tje. Faleminderit shumë. Të rejë ma të mirat mjetë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohë. Faleminderit juve.